Mos u bëj rob I të ardhmes, prite sa të vi. Erdhi caktimi I Allahut, pra mos kërkoni ngutjen e tij. Mos vepro para kohe. A dëshiron të nxjerrësh foshnjën para plotësimit të muajve? A të këputësh frutin para se të piqet? E nesërmja është e humbur dhe e fshehur. Ti se di se si të vjen, e të sjell me vete. Përse pra ta lodhim trurin në imagjinata që s'do të ndodhë? Apo të angazhohemi në ngjarje që nuk do të na godasin? Ndoshta largohesh nga kjo botë që sot, para se të vijë nesërmja. A mos kujton se e kalove urën pa shkelur mbi të? Kush e di? Ndoshta këmbët na kputen para se të arrijmë te ura, apo ura rrëzohet para se të mbrim, por ndodh që edhe të kalohet ura pa ndonjë të keq. Të lodhësh trurin me mendime për të ardhmen, se çfarë do të ndodhë në të ardhmen dhe të orvatesh të çelësh librin e spanjorës e të tregohen ndodhirat, është diçka e papëlqyer që sjell shqetësime të panevojshme, sepse shumica e njerëzve në këtë botë përfytyrojnë se në të ardhmen do të mbeten të uritur, lakuriq, të sëmurë, të varfër, gjë që nuk ekziston në botën e panjohur të tyre, por është vetëm pëshpëritje e zbukuruar e djallit mallkuar. Djalli ju frikson me varfëri e ju urdhëron për të këqija, por Allahu ju garanton falje e begati. Ka njerëz të shumë të cilët besimi I dobët I shtyn të qahen se do të ngelin të uritur apo do të sëmuren pas një viti. Jeta jote dhe furnizimi yt s'janë në dorën e njeriu që të mbetesh në udhkryq. Ndaj mos e zhyt veten në mëkat, sepse ti asnjë e di se kur dhe ku do të vdesësh. Prandaj mos u angazhoni me gjëra të kota e ta mbysni veten para kohe. Si përballohen kritikat e të këqinjve. Të pagdhendurit dhe trashanikët fyen dhe llomotitën çmos për krijuesin. Allahu qoftë larg fjalëve të tyre, shan të vetmin një që përveç tij s'ka tjetër, dhe u urvatën që me fjalë të ndyra të prekin pastërtinë e tij. Allahu është I pastër dhe larg thënieve të tyre. Kur patën guximin ta bëjnë një gjë të tillë ndaj Allahut, krijuesit të gjithësisë, ç'pret që të flasim për ty dhe mua, që shumë shpejt rrëshqasim në guaskat e të mallkuarit. Në jetën tënde sheh shumë çka prej shpirtlikëve e ziliqarëve. Goditjet e tyre të forta e papik mëshire pritin nga çdo anë, se ata s'kan qëllim tjetër veç mposhtjes tënde dhe shkatërimit tënd. Ndaj qëndro e vazhdo të përparosh me begatitë e Allahut dhe mos u dorëzo. Ata nuk heshtin kurrë ndaj teje dhe s'të lënë të qetë derisa të largohesh prej atyre. Ti qëndro se me të vërtetë ai që rri ulur mbi tokë nuk rrëzohet, e njerëzit nuk I gjuajnë me gur degët pa frute, po as e shqelmojnë qenin e ngordhur. Ata janë gjithmonë të zëmëruar me ty dhe rinë të gatshëm të të vërsulen, sepse ti u lartësove me dituri, moral a pasuri. Ti për ta je si një mëkat I madh që s'falet dot kurrë. Ata do të vazhdojnë të luftojnë, gjersa ti lëshosh nga dora begatitë e krijuesit tënd, të zhvishesh nga vetitë e vyera e të biesh në zeron e pavlerë. Nëse I kupton kurthet dhe lajthitjet e tyre, atëherë mos u avër veshin fjalëve që trillojnë, e mos u lodh me poshtërsinë e tyre, por bëhu I fortë si guri që s'lëviz lehtë. Ri në vend vet, duke a treguar forcën e ekzistencës së tij kokrave të breshrit që sa do të mëdha të jenë, kur mbi shkëmb pikojnë, bëhen cop-cop, e shkëmbi qëndron e se gjen gjë. Sa më tepër që të flasin për ty, aq më shumë peshon personaliteti yt. Ti nuk mund t'u ambyllësh gojët, e as që e ke në dorë t'u ndryshosh trurin, por ke mundësi t'i gërposësh të këqijat e tyre dhe t'i lësh mënja. Me ta bëj sikur si she e as nuk I dëgjon, dhe thua ju me vete, vdisni me atë mlef tuaj. Nëse dëshiron të jesh I pranuar nga të gjithë, I dashur për secilin, I pastër nga mangësitë para syve të botës, po kërkon të pamundurën dhe shpresat tuaja janë veç dëshirë utopike. Mos prit falënderim prej askujt. Allahu I madhëruar krijoi robërit e tij
për ta adhuruar dhe përkujtuar atë, e u dha begatit për ta falenderuar, por shumica adhuruan të gabuarën, kur shpirtrat u ambuloi tymi ateist dhe mohuan përfundimisht qëllimin e qenies tyre. Ti mos u habit nëse takon kësi lloj njerëzish, kur të mirën ta kthejnë me të keqe, kur i ndjek dhe t'i harojnë mirësitë që i ke bërë, se ende ekziston zemra që tradhtojnë e që jo vetëm bëjnë zëvendësimin e të mirës me të keqen, por të konsiderojnë edhe si armikun më të rrep të tyre. Ata se bëjnë këtë për arsye tjetër, por vetëm pse u ofrove të mirën për ta. Ata nuk urrejnë për tjetër, pos pse Allahu nga mirësitë e tij dhe i dërguari i tij i begatoi ata. Mos shko shumë larg, vetëm përkujto kur nëna rrit një fëmijë. Ajo ushqen, e vesh mbath, i jep edukat dhe mëson. Natën e kalon pa gjumë që të flërë fëmijën, ri vete u rritur që të ngop fëmijën, lodhet që ai të pushoj, e kur ky fëmijë rritet e bëhet i fortë, ja kthen shpinën nënës, haron lodhjet e saj, shkel mundin dhe mohon kujdesin e saj. Ndaj nëse dikush t'i humb vlerat e mirësisë tënde, mos u trishto, se ato do t'i gjesh te ai që s'humbet gjë sa do e vogël t'i jetë. Vepro mirë për të tjerët vetëm për hir të Allahut, se në cilën do anë të kthehesh, je fitues. Falenderoje Allahun që jep bamirës e jo i dëmshëm për të tjerët, se dora që jep është më e dobishme se ajo që merr. Ne po ju ushqejmë vetëm për hir të Allahut dhe prej jush nuk kërkojmë ndonjë shpërblim e as falënderim. Mirësia ndaj të tjerëve të hap gjoksin. Bukuria është por si emri i saj, mirësia është si përshkrimi i saj, bamirësia është si shija e saj. Përfituesit e parë në futjen e gëzimit në zemrat e njerëzve janë mu ata që e shkaktojnë këtë gëzim. I korin frytet e tij shpejt në shpirtrat e tyre, në moralin dhe ndjenjat e tyre, u hapet gjoksi, u zgjerohet, e me këtë gjejnë qetësinë e rehatin. E nëse ty të godet ndonjë pikëllim atë shkakton dhembje ndonjë breng, ofroja ndokujt një bamirësi apo ndonjë gjësen të bukur, e do ta gjesh tek daljen dhe do të qetësohesh. Jepit privuarit, ndihmoje të mjerin, shpëtoje të pikëlluarin, ushqeje të urriturin, vizitoje të sëmurin, mbështete të brengosurin. Do ta gjesh lumturinë tek të vërshon para e pas teje. Të bërit mirë i ngjan parfumit prej të cilit ka dobi bardhë si i tij, por edhe blerë si dhe shit si i tij. Të ardhurat dhe fitimet shpirtërore janë barrat bekuara e të bereqetshme që konsumohen në barnatoren e atyre, zemra e të cilëve janë ndërtuar me të mira e bamirësi. Tu shpërndash buzëqeshje të ndritshme shpirtërore varfanjakëve është lëmosh rrjedhse në botën e vlerave. Po edhe nëse e takon vëllain tënd me fytyrë të qeshur, është lëmosh, thot hadithi i pejgamberit. Mirë po të vërejnëtesh dhe ta mrolësh fytyrën, do të thot t'i shpallësh luftë të ashpër të tjerëve, shpërthimin e secilës se di kush përveç atij që njeh të fshetat. Me disa glënj ka uji nga shuplakat e një mëkatareje me të cilën i dha të pi ujë një qeni të lodhur e të etur, rezultoi dhe bëri që ajo të hyjë në xhenet, gjerësia e cilit është sa qiejt e toka, nga se pronari i mirënjohjeve është i mëshirueshëm, falënderues dhe i bukur. E do të bukurën, është i pasur e mirënjohës. O ju që jeni të kërcënuar nga ankthet e fatkeqësisë, frikës e tronditjes, ejani në kopshtin e mirësisë dhe angazhohuni me të tjerët, duke u dhënë, gostitur, ndihmuar e shërbyer, dhe do të gjeni lumturinë me shije, ngjyrë e prekje. E jo për ta shpërblyer dikush të cilin i ka bërë mirë, por vetëm për të fituar kënaqësinë e Zotit të tij, më të lartit. E pasha Allahun, ai do ta gëzojë atë kënaqësi. Largoje zbraztin me punë.
Të papunët në jetën e tyre janë ata prej të cilëve zbulohen ligësitë dhe të këqijat në të gjitha aspektet, nga se mendja e tyre është e shpërndarë gjithandej në për hambaret e halleve. Friksojuni të qëndruarit në vetmi pa punë e angazhim, ku mund të mbetesh si vetura para përplasjes, pa drejtim, shoferi humbet kontrollin dhe s'është në gjendje të frenojë e të mbajë drejtimin. Atë ditë kur të gjesh kohë të lirë, mos hyrë të thellohesh në këtë liri ku edhe mund të ngatërohesh, por këtë pauzë, sa do e shkurtër që të jetë, zëvendësoje me një vepër të frytshme, se ky angazhim të largon nga pushimi i vrasës, i cili i ngjan vetvrasjes me dëshirë, por pa njohje të pasojave. Koha e lirë dhe zbraztia e kotë i ngjan dënimit të rënd e të ngadaltë që praktikohen në përburgjet kineze, ku mbi kokat e të burgosurve vihet ujë i ftohtë që rrjedh me një ngadalshmëri të madhe, ku pika pret pikën tjetër dhe pikërisht në mes të kohës së pritjeve të pikave të ujit, i burgosuri shmendet me një goditje çapërdije të frikshme. Pushimi për aktivët është sëmundje. Zbraztia është spiuni i pushimit, kurse mendja është ajo që rrezikohet brenda këtyre luftrave shpirtërore të kacafytura me njëra tjetrën. Për këtë s'mbetet gjë tjetër të bësh. Prandaj ngrihu menjëherë, adhuroje Allahun tënd dhe me vëmendje të posaçme lexoje fjalën e Tij. E mos rri me ata që e kundërshtuan këtë urdhër. U pajtuan të mbesin me ata që kundërshtuan. Mos rri pa punë. Shkruaj diçka dhe nëse është e kotë, ose rregullo bibliotekën tënde nëse ke, pastro dhomën ku je, ose bëj dobi për të tjerët, kështu që s'të mbetet kohë të ha mendesh. Në fund të them, there zbrastin me thikën e mprehtë të punës, e mjekët e botës ta garantojnë 50% të lumturisë përballë kësaj rrjedhe imponuese. Veç kaq. Shiko bujqit, furtarët dhe muratorët se si këndojnë me këngën e zogjve në lumturi e reati, e ti gjendesh në shtratin tënd duke i fshirë lotët dhe duke u mërzitur për shkak se je i kafshuar. Mos imito. Mos merr personalitetin e tjetrit e ti humbasësh vlerat tuaja, se vazhdimisht dëmton veten dhe i bën padrejtësi asaj. Shumë njerëz nga dëshira e flakt që të jenë si të tjerët e t'ja ngjisin këmishën e tjetrit vetes, haruan zërat e tyre, lëvizjet e tyre, fjalët dhe format e tyre, dhe duke ecur pas mendjemadhësisë së këtij artificialiteti, ju dorëzuan shkrirjes së vetvetes. Po t'i hedhësh një sy historisë njerëzore, qysh në kohën kur u krijua Ademi, e deri më sot, nuk sheh dy individ të jenë një lloj, as në formën trupore, as në fizionominë e tyre. Si munden atëherë të ngjajnë në talente e në vlera? Ti je krijesë e posaçme dhe ndryshon nga të tjerët. As nuk erdhi në këtë botë dikush para teje si ti, as pas teje nuk do të vi kurrë. Ndaj, mos imito të tjerët që të humbasësh dhe të injorosh ekzistencën tënde. Përmbaju realitetit dhe kualitetit tënd, e me begatit që t'i dha Allah. Secili popull ka një anë të cilës i kthehet. Ju shpejtoni drejt punëve të mbara. Jeto ashtu si u krijove. Mos e ndrysho zërin. Mos ndrysho vokalitetin e tij. As mos e kundërshto të ecurin tënd. Nëse do që të përmirësosh veten, atëherë ndiq shpalljen hyjnore. Kuranin famlart. Mos e fshi të qenurin tënd dhe ta zhdukësh pavarësinë që ke. Ti je i veçantë në shijen dhe në ngjyrën e trupit tënd. Njerëzit të duan dhe të dëshirojnë ashtu si je, me këtë ngjyrë dhe shije, se kështu të formësoi krijuesi yt dhe mu kështu të kanë njohur. Prandaj, të mos të bëhet askush imituesi i tjetrit. Njerëzit në natyrshmërinë e tyre i përngjajnë botës drunjve. I ëmbël dhe i idhët, i gjatë dhe i shkurtër, e të tillë le të jenë. Nëse i përngjan bananës, mos u shndron ftua.
Kuptoje pra se lloj-llojshmëria e ngjyrave dhe gjuhëve, talenteve dhe aftësive tona është një argument prej argumenteve të krijuesit, ndaj mos i moho argumentet e tij.